mas një ditë super të latshme që o konë dje për mu, 8 marsi. Do më thonë, nuk jem konë prej atyne grave që dje e kanë qa valën. Se bëj skincare ma herët, se sa para se mu ly, atëherë kom nevoj gjithësyshe edhe para se mu ly me qit naj krem. Qëto dit jom të vazhdu përdorimin jo vetëm të... Në fakt të vazhdu përdorimin e concealer e jo të sherpët. Shpoj bëj qështu të highlights. Edhe më dhe i vazhdoj veç me concealer, bronzer, edhe me blush, edhe nuk jem të qitë shark. Deri tash është të funksionon mirë. Na që e pojmë këtë punë, e kuptojmë që sidomos në gjithë kohën kur ka ditë festash, jemi hala ma shumë ngarkume për shkak se bizneset edhe që ata me të cilë punojmë, partner tonë. Gjatë festave dhe gjatë qëtyrë në rasteve gjithmonë kanë diçka, kanë ndonjë aktivitet. Pra më Mariane, shaj, qka lëshove marë kështu? Aha, Jani. Qa kesh të thonë, mërë? Qa kesh të thonë? Ndje kom pas ditën gjërem, edhe ka zgjat një 3 orë. Për 12 videojnë të rarë, deri sa u morë në shpe. Bla bla bla, nese, mandej në mrami kom pas prap një panel diskutimi që ka pas më mbajnë prizren, kështu që normalën po ta planifiku mu këthy për që ati gjërimi. Me u la dhe me i regullu flokët edhe më duk më ndryshe, po ko nuk pata, kështu që u dash qashtu me flok lidhne, edhe u dash me përshtat pak veshen me qato që shkesh të duksh. Pra po duka mirë, për që e vetja kesh pranvera, nuk kesh që ndërshova të qka. Mariani nuk ka mujt, edhe kom thirë mamin, i thash hajde shoqnam, edhe jemi shku me mamin, ashtu kështu ka qenë për 8 marsin, edhe ka qenë një panel diskutimi i dedikuar grave. Është i pare në fakt këti lloji ku ka marrë pjesë, edhe për një me më pëlqej shumë si eksperiencë. Për bëhet fjalë për panele, unë jam mësu që me qenë në për studio televizive, edhe zakonisht me qenë unë ajo që i bëj pyetjet, po në këtë rast unë kam qenë njëra prej panelistëve, ama kon kënaqësimi i nda eksperiencat e mia edhe mendimet e mia, sa i përket çështjeve të grave, në leadership, në vendimarrje, edhe thjesht me i tregu eksperiencat personale sa për këtë kësaj. Edhe më vjen mirë pashtu që kom pas një panel me gra shumë të mençura mbi gjitha që unë jam gëzu edhe jam kënaq tu i dëgju. Po edhe për mu ke një eksperiencë shumë e mirë që më kish pëlqy me e bo prap. Paneli i diskutimit është mbaj prej orës 8 edhe ka zgjat në 1 orë gjysmë. Edhe jam këthy në banesë ka ora 12 e natës, rreth orës 12. Veç jam la dhe qashtu me flok të lagta, jam shtre dhe kom të lejt. Dhe që akon ma e mira, se mami tha po vi po flej sonte, edhe bile fleni nesër edhe qlunde një pak. Edhe na ka nimu shumë. Mami na ka nimu shumë edhe për Janin. Sidomos kur neve na vjen me punu, gjithmonë e kemi mamin këto që ja qaj mamit ose i tha mamit hajde në banesë edhe re me Janin, edhe u konë gjithmonë e gatshme edhe për me kështu e falenderoj publikisht se është një ndihmë shumë e madhe, se shpesh neve na ndodh që nuk e kemi domethënë një punë me orar, kështu që na ndodh ndonjëherë që edhe mas dite edhe mbrëmje me punu. Në këto raste neve veç na është dashur me marrë një kujdestare në shtëpi, për ndryshe nuk kishim pas zgjidhje tjetër. Dhe nëse qenë që erdha okej te në ora 4, po çka duhesh me bu mandej. Që për me faleminderit mamë, dhe faleminderit që na kilon me flajt sot. Ta marrë çantën se dje me veti kom pas gjysën e grimit, e kom pas një spray për flok, një krahën për flok, shtiklla, patika, 100 sana me veti. Gjoj. Duhet me voni what's in my bag. Kom do këtë gjeta, që më duhen. Kur mora pjesën që të panel, më do që për një moment u ktheva dëshysh në botën e mediave televizionit. Për ndryshe lëkura jeme është në fazë më të keqe të saj, se thjesht janë të ndalë shumë akne, sidomos që të zonën që të. Kam nevojë me fillu me i përdor do produkte të reja për skincare.